Në kulmin e sezonit turistik, qyteti Gjirokastrës po përballet me një problem serioz të menaxhimit të mbetjeve. Mungesa e koshave të mbeturinave në disa zona të qytetit po ngjall shqetësim te qytetarët dhe vizitorët, duke dëmtuar imazhin e një prej destinacioneve më të rëndësishme turistike të Shqipërisë. Ndërkohë prej muajsh janë raportuar probleme të ndotjes mjedisore në zonën e Gjirokastrës, me banorët që kanë ngritur vazhdimisht alarmin për grumbullimin e mbetjeve në hapësira publike dhe pranë përrenjve. Gjirokastra, qyteti mbrojtur nga UNESCO dhe që mirëpret mijëra turist, vendase të huaj çdo vit, meriton një standard më të lartë pastërtie dhe shërbimesh publike. Vetëm gjatë muajve të parë të këtij viti, qyteti ka regjistruar një fluks të lartë vizitorësh, çka e bën edhe më të domosdoshëm mirëmbajtjen e hapësirave publike. Qytetarët kërkojnë reagim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse për vendosjen e koshave të mbeturinave dhe garantimin e pastërtisë së qytetit, në mënyrë që Gjirokastra të mos humbas imazhin e saj si qyteti i gurtë dhe një nga krenaritë e turizmit shqiptar.